Edhe do shohësh gjithë planeti si përfaqja e tokës do mbushet me fishek zjarre. Komplet, raketa gjitha ne do jetë kështu sikur është vit i ri. Po ne do vazhdojmë të shohim Big Brotherin edhe këto emisione të tjera apo do shohim të fishek zjarre ti? Do fshihen gjitha këto. Do ndalin gjithë këto gjëra? Gjithë kjo plerë që ekziston në botë që po infekton mendjen e njerëzve do fshihen gjitha. Lufta vërtet. Alex, të falenderoj që je për të disatën herë pjesë e kanalit Pisk me informacionet dhe ato se çka ti beson në bazë të studimeve dhe gjërave që ke hulumtuar dhe ke lexuar. Po faleminderit për ftesën e 7 të radhës që më bët. Të 7-ën, ha? Si ikën shumë shpejt. Po, koha ikën pa u bërë zakonisht. Edhe uroj që të ketë prap dobi këto që do diskutojnë këtu në këtë emision. Duhet që di pak përshtypjen tënde, si e shet gjithë këtë gjë. Bë e 7-a dhe kanë ikur kaq shpejt sa që mund duhet sigurisht në takimin e parë akoma dhe po flasim. Çfarë ndjesie, çfarë përshtypje është kalon, edhe le të themi edhe nga ti edhe nga ata që i sheh dhe reagimet e njerëzve, i lexon. Po, më pëlqen të studioj natyrën e njeriu, si reagon, si lëviz, çfarë tërheq. E bëj atë gjë. Si duket? A e prisje, si sheh reagimet? Ka nga ata që të kuptojnë, ka nga ata që edhe të kthehen, ka edhe nga ata që edhe hakrren, thonë kush është ky, çfarë po thotë, habiten, se edhe nuk i vëm faj se gjithë pjesa tjetër e ushqimit ose informimit të këtyre njerëzve anon në krahun tjetër. Po kjo është e bukur, se po t'ishe, domethënë, vetëm një këndvështrim i gjërave, s'do kishe kuptim. Do të ketë larmi, shumëllojshmëri, këndvështrimesh. Nuk na shqetësojnë këto gjëra dhe madje tregojnë që kemi një shoqëri të shëndetshme kur e bën këtë gjë. Kështu që jemi okay me të gjitha llojet e reagimeve. E prisje diçka të tillë që të ishte në këtë lloj niveli apo kishe pritshmëri tjera? Çfarë pritshmërish kishe ose çfarë nuk të pëlqen ose të zgënjen le të themi nga ajo se çka po sheh nga reagimet e atyre që të ndjekin? As nuk prisja gjë, as nuk zgënjehem, as nuk gëzohem, jam këtu për të dhënë disa përgjigje që mendoj se duhen dhënë publikut që i mbajnë enkas të fshehura, se siç i manipulojnë gjonat nëpër mediat e njohura. Jam këtu për të thënë ato gjëra që di, që mendoj se janë të drejta dhe sakta. Kush do t'i pranoj, kush do mos t'i pranoj. Kemi secili lirinë e vet, gjykimin e vet. Nuk ke pretendime, fare, as nuk... Jo, nuk më intereson fare kjo pjesë. Fare. Okej, unë dohet kaloja tek, dhe shumë mirë bënë, dohet kaloja pak tek këto, ka disa njerëz që ne i falenderojmë dhe i vlerësojmë maksimalisht, ajo në pjesa më mirë, le të themi, i këtij komuniteti që ne po ndërtojmë nëpërmjet kësaj gjës që po bëjmë dhe asaj se çka po thua ti, që shumë e vlerë dhe unë vetë gjej rastin si Altin të falenderoj për këtë mundësi që po na jep, por edhe me këtë urim që them unë, ndoshta janë të shumtë ata që bashkohen dita ditës ti urimi për atë se çka po na shpërndan edhe me ne. Një nga pyetjet është le të na shpjegoj, thot Aleksi, është një koment që thot në kanalin e YouTube-it për pasaportat elektronike sa negativisht ndikojnë tek shpirti i njeriu dhe për damkën e djallit. Hyre reklama, ka filluar YouTube me reklama këtu në Shqipëri, lajmi i fundit ky. Çfarë ndërpreu atë? Po, e ndërpren atë. Pra për sa përket pasaportave elektronike dhe damkën. Pasaporta në vetvete nuk është se ndikon direkt, këto që kemi momentalisht neve, por ajo që do sjelli, që do vi pas kësaj, që po vjen nëpërmjet kësaj pasaporte. Se nuk e di a keni vënë re, po pasaportat dhe kartat e identitetit kanë një çip aty sipër ato. Po. Është pllaka e vogël. Është një pllakës aty që duket sikur ka qark aty, po poshtë asaj është një më e vockël, është një katror i vogël i zi. Po ta kruani atë, tani kush do e kryet, do prishë kartën. Kur të bonin men me prish kartën ose kur skadoi. Kur skadoi, po aty bëni këtë gjë për ta vërtetuar këtë që thot Aleksi. Po, edhe ka një pllakë të zezë të vogël aty nga poshtë, ajo është çip që dërgon dhe merr sinjal. Domethënë nëpërmjet kartës identitetit ose pasaportës na marrin sinjale nga ne? Çfarë sinjale don, le të themi në formë GPS-i që na përndjekin ku po, sepse telefoni mund ta harroj. Edhe telefoni ka GPS, edhe me atë shohim ku jemi, ku jemi. Po. Se spioni më i madh sot për sot që ka futur sistemi është ajo që quhet telefon. Mobile që lëviz. Po, këtë e kam përdorur vazhdimisht, e thoshim prej kohësh të vjetrit, e thonë spioni. Po, tani ka avancuar spioni, nuk janë më ata 2 lekshat e dikurshëm që ishin nëpër cepa, që shifshin lëvizjen e lagjes. Tani janë këta, domethënë që i kemi nëpër xhepa,
i mbajmë kudo në ambient e pune. Le të qëndrojmë pak te kartët e identitetit dhe pasaportës. Pra ai copza e vogël, ai qipi i vogël aty. Ça domethënë ka, ça Tani telefonin ti Qa mund ta mbart? harrosh në shtëpi. Mund ta lësh diku. Kurse kartën do e marrësh sepse do shërbesh, se çdo lëvizje që të bësh do e bësh me anë të kartës. Këtu ndodh ajo. Ose më saktë jashtë shtetit përdoret kjo gjë që domethënë i bën gjitha lëvizjet me anë të kartës. Pra ti po thua edhe për kartat e bankave, bankomateve këto, edhe këto kanë? Ajo është përgatitje dhe ajo. Edhe përgatitje. Këto gjitha këto kartat janë përgatitje e një qëllimi konkret. Gjithë qëllimi është qipi te dora. Ajo është qëllimi final. E kanë këto familjet e mëdha që financojnë shumë lëvizje, këto që qëndrojnë mbi bankierët, që kalojnë këto lloj sistemesh të avancuara. Ti mund të harrosh telefonin në shtëpi për shembull, diku, kurse kartën do e marrësh me vete. Kështu që prapë i gjurmueshëm. Duan të dinë ç'a bën, ku je, ç'a bleve, sa pagove, kush janë preferencat e tua. Duan të dinë gjitha këto, janë të dhënë mbas kësaj pjese. Është ajo Big Brother po do shikon. Vazhdon akoma, edhe do bëhet akoma më e zgjeruar, më e përhapur. Do bëhet më e përhapur ajo, edhe pastaj të gjitha këto shërbimet që neve na duan në të përditshmën tonë do i përqendrojmë te ajo karta atje. Nuk do mund të blesh as bukën pa atë. Siç ndodhi me atë certifikatën e vaksinimit. Le që nuk dilshin nga shtëpia pa atë, nuk futeshin në një ambient pa atë. Kështu do bëjmë me këtë punën e kartës. Që po se pata ato domethënë, kur ti arrin ti përqendroj të gjitha në një kartë. Ajo aty pastaj është ajo skllavëria moderne që të kam thënë para ca kohe. Domethënë ti bllokojnë gjitha lëvizjet e njeriut. Po nuk ishin ata në DNI, duhet të jenë në DNI për gjithçka, për edhe hapin më të vogël që të bësh. Imagjino për 8 miliard njerëz në botë duan të jenë DNI për çfarë do të gjëje, për çfarë do lloj lëvizje. Po duan të dinë gjitha. Imagjino unë do lodhesh apo të dihesh çfarë do lloj lëvizje tënde më. Ato duan të dinë për 8 miliard njerëz. Po prandaj duan t'i paksojnë sepse e kanë çik vështirë atë pjesën e kësaj popullsie që ka bota sot. E i paksojnë në mënyra të ndryshme. Një mënyrë drastike ishte kjo e pandemisë. Me Covidit. Po, që u vaksinuar 70% e botës. U vaksinuar 70% e botës? Po, për 70%. Po nuk vdiqën 70%, po u sakatun pjesa më e madhe. Edhe një pjesë shumë tjetër iku për kalon nga krau tjetër. Dhe duan që ta bëjnë këtë reduktimin e njerëzimit që ti kenë më kollaj në kontroll. Tani ata kanë përgatitur, aktualisht jemi duke folur në vendin, kanë përgatitur 10 miliard copë që ti janë brenda, se ku i dihet. Mund të shkojmë ta kapim atë shifrën e 10 miliardit. 10 miliard karta, ha? 10 miliard qipe. Qipe, ato që po se atje do shkojnë, se kjo puna e kartave nuk do zgjasë shumë. Kjo është sepse me anë të kartës ti do të rreqësh dhe lekë nga banka. Po. Do jenë gjitha të përqendruara aty. Siç e bëjmë me këto kartat e bankomatit, ato do zhduken, do përqendrohet te karta jote e identitetit dhe ato. Edhe do sa ajo një prall pasaj ato, do thonë që shiko, do plasi ajo në përlajme që ja vodhën në kartën këtij, ti morën lekët nga banka, do përdorin panikun, atë frikën që përdorin her pas here. Po, që do të shkonin ke kjo që të jeni më të sigurt. Po, edhe do thonë pastaj, do thonë sistemi perfekt, sistemi përkryer, kështu do e quajnë. Pa të shkëputur te kjo thjesht për parantezë mbështetëse, mos ka lidhje me këtë që ka bërë edhe ky. Shumë e mirëpritur ardha Mastercardit, sepse është koha që revolucioni digital të thellohet shumë më tepër edhe në drejtim të thjeshtimit dhe të përmirësimit të sistemit pagesave në vend. Kaq, mjafton. Mos ka lidhje kjo që ky po prezanton para disa ditësh ka dalë ka bërë publike këtë, mediatike. Si njeriu i tyre që është, si 2030-ta që thot, po që sa thot asnjëherë agenda, është brenda edhe kjo. Pra pjesë e kësaj linje është edhe kjo Mastercardi, pra se edhe ky thotë që ti jeni këtu, ti jeni atje, ti jeni të keni të gjitha, jeni më të kontrolluar, ti keni. Edhe e vure ça fjalësh bukura përdorin për lehtësim, për të thellojmë në teknologji, thoshte, neve na pëlqen ajo ideja për shpejtësi, domethënë se na zgjidh duart. Po, është shumë e vërtetë kjo dhe kjo për gjithë ata që na ndjekin për ta përshkallëzuar pak edhe me aktualitetin, siç është edhe rasti i kryeministrit shqiptar Edi Ramës dhe shqiptarëve këtu ku ne bashkëveprojmë dhe bashkëvuajmë, le të themi. Jo le të themi bashkosh, po ka nga ato që se besojnë që jetojnë në iluzionet e këtij me 30-40.000 euro në sezon, një kamarier në
Po aq e mirë. në Bregdetin shqiptar, Po. le të themi. E zbukuron. Ky ka thënë Shqipëria digjitale do hiqen zyrat, do hoqen shumë zyra për të përshpejtuar gjërat që mos rrim në rrallë, ka thënë, madje edhe pensionistëve, ka futej Albanian, aplikoni aty, merrni këtë, bëni atë. Po më Ndërkohë që sot po hasim më shumë vështirësi me këtë digitalizimin kaq përkryer të këtij. Sot ne më parë ndoshta një certifikat ose një dokument të merrnin edhe pse prisim rrallë, krynim punë më shpejt se sa sot që këto thon Shqipëria digjitale. Po nuk është për lehtësimin tonë valla, nuk është asnjëherë për të mirën tonë burr. Jo, e kam ke fjalët që përdorin. Mimi, dakord, po ja drejtojmë publikut tani. Po ti harrojmë këto gjëra se s'mendon njëri për të mirën tonë burr. Kur dalin me ato për të mirën tuaj, për lehtësimin tuaj, për zgjidhjet që ti mos shkoni nga zyra në zyrë, nuk ka lidhje fare me këto gjëra. Po e paraqesin se ku po e bëjmë për ne. Po s'është për ne, ajo është për të na lidhur neve. Sa më shumë shtot ajo teknologjia, avancon teknologjia, aq më shumë neve izolohemi, mbyllemi, na fusin në një burg digjital, në një matrix, në hekura, në një qeli të padukshme. Sepse je kontrolluar apo. Ti do vi një moment për shembull që të bësh një reagim, nuk pëlqen diçka, një X diçka. Nuk do kesh mundësi që të reagosh, që të kërkosh një të drejtë, sepse ai të gjurmon direkt te kush je. Shtyp një buton atje te llogaria jote bankare atje të zeron komplet. Ose të nxjerrë nga sistemi, nuk të njeh. Edhe ti nuk mund të gjesh shërbim as i vend. Ata po ndërtojnë një burg digjital. Ajo teknologjia digjitale që thot ai po ja thellojmë, çfarë thot po ja thellojmë? Domethënë po ecim disa hapa më tutje asaj që neve juve do ju izolojmë. U mos keni nga lëvizni më. Por qëllimi kryesor është qipi. Qipi, drejt asaj rruge. Kjo është ndërmjetësi e asaj. Është qipi që pastaj aty edhe miza do gjërmohet, majt bririt kaut. Aty të gjitha pasaj. Edhe pyet, e di pse po i djegin pyet? Se ka dhe kjo lidhje. Sepse ata që i din këtë muhabet, ose tani që po e marrin vesh këtë gjë, do shkojnë nëpër male. Se qyteti do bëhet keq. Jo. Edhe po shkove nëpër male, ato satelitet nuk të kapin dot ku je ti. Ato gjethet jeshile, pengojnë atë valën, atë rrezën. Domethënë kur vjen nga lart kështu. Prandaj duan sigur edhe prandaj po i fshin ato, po i djegin ato pyet që ti s'ke ku mund të shihesh më. Edhe në shpellë futesh e gjen ato, po gjethen nuk e deporton dot ajo rrezja që të gjurmoj. Ajo atë gjethen e jeshile, e bllokon. Edhe letra aluminit e bën atë gjë. Pra, ti po thuaj që do vi një ditë që njerëzit do të largohen nga qyteti, pra do ndodhe e kundërta e asaj që po ndodh sot që nga periferit, në rasti konkret flasim për Shqipërinë, edhe për ata që ndoshta kanë më shumë interes, ata që na ndjekin, për Shqipërinë që po varfërohet periferit, qytetet e tjera dhe po vinë gjën Tiranë. Do vi dita që do ndodhe e kundërta. Kjo do ndodhi shumë shpejt apo? Po, është po përgatitet. A tha po e thelloj. Do të thelloj, pra është me hapa shumë shpejt. Po. Do shkojnë në periferira, pra në për qytete të tjera ose edhe në për periferitë e qyteteve, në për fshatra, në vende ku ka densë, pyesh, pemësh. Këta e shohim si trendin, çdo verë e shohim që në Shqipëri digjen. Kjo ndodh pothuajse çdo verë. Edhe ne s'kemi as pajisjet, mjetet e duhura, as njerëzit e duhur. Si në postë drejtuese, por edhe ato që shërbejnë në këtë për të fshuar zjarret apo për të marrë situatë kontroll. Kjo ndodh qëllimisht? Po si quhen zjarret? Ato i ndezin vetë zjarret. Edhe ja kpusin në ngrënës globale. Ose cigares që hodhi një i pakujdesur atje. Ose gjyshe që po zinte vezën aty dhe edhe mori flak ajo gjethja aty që ishte poshtë. Ose dielli ishte shumë i nxehtë. Po çka këto broçkalla se vetë ndezin në burg, kanë dhe ato dronet aty që lëshojnë sipër pyjeve, lëshojnë atë lazerin aty dhe i fusin një zjarr pemës aty dhe përhapet ajo. Me droni i vendosin zjarret sot. I kanë parë, po njerëz i kanë parë. Për shembull, herën e fundit që u dogjën pemët atje në Greqi, atje nuk e di, kanë vënë shumë syrin atje asat Greqis atje. Deshin vetë fshatarët që të merreshin përsipër situatën për të shuar zjarrin, po. Nuk i leshin autoritetet. Ta afroheshin. Është për të mirën tuaj se mund të rrezikoni, mund të digjeni, ndërkohë që muhabeti ishte që lëre se tani është muhabeti që ti djegim, ti çojmë, ti nxjerrim jashtë loje. Se ashtu duhet, ashtu kena marrë urdhër. Dhe janë kriminala fare apo. Që pemët luajnë rol kryesor për oksigjenin ton.
filtrojnë ajrin, na japin ajrin e pastër. Ai ajri i pastër që kemi neve çdo mëngjes kur zgjohemi nga pemët është. Që kemi pas. No. Ose në le të themi në teori. Teori. Kupton, domethënë çdo gjë e bëjnë me qëllim, me plan. Për të mirën tonë. Gjithmonë. Po kjo do ndodhi, pra to po shkatrojnë pyet që të na gjurmojnë më kollaj, ta kenë më të lehtë për të na gjurmuar. Po mos kesh ku të mshihesh, po. Po tani si mund ta zgjidhin njerëzit e këtë pjesën e kësaj? Ku mund fshihen tjetër? Ndoshta mund t'i japim ndonjë zgjidhje se ku mund fshihen tjetër? Ajo është për ata që s'e kanë marrë, që s'do e kanë marrë çipin, domethënë është ajo që mund të fshihen nëpër pyetje. Po. Ata që kanë marrë. Që nuk i kap sateliti ata që s'kan çipin, se po morë çipin pastaj ti shko ku dush. Edhe në tokë fut. Ore futu te vrima më e thellë e tokës do të gjin ato. Do të gjin, do të kapin edhe do të thonë ça bëre shkelje thot. Ishte e jashtëligjshme ajo që bëre. Edhe ato që do duan ta heqin nga dora atyre, edhe ato do gjyrmohen. Po mirë, kjo bie ndesh me demokracisë, po. Që e thamë në fundit, ku ka demokraci, më hiqeni mendin nga demokracia, s'ka demokraci. Thjesht është kamufluar tani, nuk ka dalur bisha me ato dhëmbët e veta haptazi fare, po e bën në mënyrë indirekte. Po kush po të pyet për demokraci më kur? Ktu po bllokojnë gjithçka që mos të dalë zëri i lirë. Ka gazetaritë e lirë që na e bëjnë këto ata reklamën e madhe, gazetaria është e lirë, shprehet lirshëm. Janë gjithë aty thot prit se ti mund të paguaj ty thot, do e nisësh lajmin këtu, do e përfundosh këtu, do trajtosh A, B, C lajme, nuk ka të lirë. Nuk merren me probleme reale të njerëzve, ato merren me çfarë t'i japin ata. Ato do trajtojnë. Deri aty, do fillosh këtu, do mbarosh këtu. Edhe ne i dëgjojmë atë, shive, po informohemi tani, edicion informatik thosh. Ai është edicioni desinformatik. 2% të vërtetës më thon atje. Thjesht edhe atë e thon për arsye që duket se e besueshme. Ai që mos ja bëj shumë mu, domethënë ai truku le të themi që për të marrë sa më afër njerëzit, për të çuar drejt asaj që mos ja bëjnë kolpon direkt të fortë që po që mos ndjelli dyshime valla, mos fillojnë nxjonë edhe përhapet ajo ideja që neve ja fusim i majmezit në gjumë. Tani janë përgatitur 10 milion qipe, edhe duan që ti qiposin gjithë njerëzit nëpërmjet kësaj karte, se do fillojnë të thonë pastaj që shikoj se ja vodhi lekët atit, dhe sistemi për kryer është ta merrni te dora. Pra do sajojnë ngjarje histori nga më ndryshme vetëm për të shkuar drejt kësaj rruge. Shkaktojnë problemin, vinë me zgjidhjen. Kjo është gjithmonë, do ta kemi parasysh te formula. Kjo është praktika. E patundshme, se e kanë parë që ka rezultat. Edhe do vendosin këto njerëzit, ata që do e pranojnë, vërtet do kenë ato shërbimet e tyre, po do i kenë të përkohshme, se do kenë probleme pasaj ata atje. Sepse tani ata do vuajnë me atë gjë që do kenë të dorë atyre. Dhe që do kenë një pip te koka që zo pushoj. Ashtu, ëh? Do bëj një pip vazhdimisht, po të fortë. Të fortë. Jo siç e kanë disa sot, se janë dhe disa që e kanë atë pipin sot, po e kanë vesh i mesit thonë, ndodh ajo, domethënë. Se po çfarë mendimi ke për veshin e mesit? Po na del. Po ka vesh mes apo? Po është ajo, po që krijon këtë pipin e votë. Është qartë. Po kjo do të ketë kamban fare të fortë burrë, do të çmeni. Le që kur të vinë kontakt ai çipi me rrezet e diellit, ajo do të krijojë edhe dhimbje në trup, nëpër kocka, nëpër lëkurë. I thot libri zbulesës sot gjitha, do kafshon njerëzit gjuhën nga dhimbja, e përshkruan atje. Po si e mendon ti nesër, Alex? Si do të ndodhi? Janë 10 miliard qipe që janë bërë. Kjo është vula. Si do të ndodhi tani? Njerëzit do e pranojnë si e sheti gjithë raportin? Pjesa më e madhe do e pranojnë. Do e pranojnë, ëh? Me vrap do shkojnë do kërkojnë. Do jenë shumë pro kësaj. Interesuar. Po pse i ka trajnuar sistemi deri sot me i ka përgatit me teknologjira, me gjëra, me laptopa, me kështu, taça, me këto. Edhe kur ta sillen atë gjë e pranojnë shumë kollaj, thotë thjesht një avancim i teknologjisë, një hap përpara, pse mos ta pranoj? Ide e bukur më duket. Sound great. Po kjo me inteligjencën artificiale mos është edhe kjo le të themi një ndihmës për të shkuar drejt çipit që po përdoren edhe këta? Inteligjenca artificiale do jetë ajo që do komandoj do i gjejë të gjitha ku janë futur. Do jetë ajo domethënë. Po në shërbim të tyre është edhe inteligjenca artificiale. Po s'diskutohet burr. Ajo s'diskutohet. Ajo është shumë e rrezikshme inteligjenca artificiale. Ajo të kthen ti ta paraqet zezën të bardhë valla. Ti nxjerr domethënë ti si aty duke thënë këto gjëra, ajo të nxjerr sigurie ti dhe i ke thënë këto gjëra. Ai manipulon gjithçka burr.
Vërtet zgjidh deri diku disa gjëra. Po këtë e shoh ditë ditë se ka shumë njerëz që besojnë në inteligjencën artificiale kështu marrëzisht, ë. Po do pyes atë ChatGPT thot ai. Po. Shiko se e pyeta këtë dhe më dha këtë përgjigje. Nga Wikipedia i merr. Çfarë kanë hudh ata si informacione? Ti nxjerr ajo në formë kështu të zbukuruar. Është manipuluar pra. Po sigurisht është manipuluar. Kjo është botë mashtrimi valla që jetojmë neve. Ai qipi është damka 3-6-tave. Sepse duan që kur të vijë ai që do komandoj botën ai Mesia i rremi i çifutëve, ta gjej gati këtë pjesë. Se do ketë kohë të kufizuar, 7 vjet do jetë këtu që. 7 vjet do jetë. Që do i bëj zborin botës, që do e shkrijë komplet. Pse 7 vite? Po, edhe ato 7 vite nuk janë tamam, domethënë se 3 vite gjysmë e para do mashtrojnë njerëzit ai, që ta votojnë të gjithë atë. Se kalon te ky tani. Që të thonë do bëj gjëra të mira ai në fillim. Do shikoj të vendosi drejtësi, do i japi të drejtat vejusheve, do ndihmoj jetimët, do ndoshkoj shkeljet, derisa të fitoj besimin e njerëzve. Siç bëjnë këta politikanët burr. Këta politikanët janë antikrishtë të vegjël. Kështu do bëj dhe ai finali. Derisa të fitoj besimin e njerëzve dhe kështu na kanë thënë neve shenjtorët tan, kur të vijë një moment që do votoj gjithë bota për një person të vetëm, ai është antikrishti. Edhe kjo pjesa e parë e 7 vjeçarit do shërbej për këtë pjesë, derisa ai të fitoj besimin e njerëzve, se nuk do ta bëj me dhunë, nuk funksionon ashtu, do ta bëj me hile, se është dinak ai. E sapo të fitoj besimin e njerëzve, që ti ketë gjithë të vulosur, të gjithë të aprovojnë atë, edhe të vendoset si qeveritari i gjithë planetit, atëherë do heqet të maskën ai. E do dalë kush realisht është ai pastaj. Pra 3 vite e gjysmë do të veprojnë në këtë formë që t'i afrohet sa më shumë. Po. Pas 3 vite e gjysmë aty pastaj do t'rregojë se do të bëj pastaj. Aty do kaloj diktatura më e madhe që është parë në histori. Si konkretisht, Një shije të vogël të asaj diktature, nuk e kam thënë edhe herë këtu, ishte ajo periudha 2 vjeçare e pandemisë. Aty morin një shije shumë të vogël. E vogël, dozë vogële. Ajo është shumë e vogël. 2-3 pika ishin aty. Do jetë më keq. Po, tani merre parasysh atë, edhe shumë më të sofistikuar dhe shumë më me siguria, me gjona kështu artificiale, kompjutra, herë 1000 atë. Herë 1000. Do jetë frikshme fare. Çfarë mund ndodhi? Ai do ketë pushtetin e gjithë shkaje, të ushtris, të paras, që do jetë digjitale, të informatikës, gjithë pushtetin do ketë në dorë ai. Antikrishti është djalli brenda futur në brenda një njeriu. Po. Se njeri si ne do jetë dhe ai. Po do jetë pushtuar 100%. Këta që kemi ne tani sot janë 5%, 10%, 50%. Ai do jetë 100% satana i vet brenda atit. Çfarë moshi do jetë ai? Është e mendon, është sot mesin ton? A mendoni si po përgatitet, a është afër për dalë? Po përgatisin njonin tani. Është atje në Izrael ky tani. Edhe po ky me sa dim neve nga profecitë tona ky do doshtoj, nuk është ky finali. Do ndërpresi lufta këtë, se këtij do t'ia japin pushtetin. Një që është në Izrael. Po është në Izrael. Ka dalë ky është shihet. Ka dalë në publik, por nuk ka dalë në media gjerësisht që të merret vesh domethënë çfarë po bëhet atje. Po ata atje e din. Kur del ky tipi, ka dalë nga këto rabinët, mësuesit e judaizmit, janë ato me kapelen, kështu që kanë ato kaçurela këtu anash. Kur del ky tipi, është me syze ky, rrethohet nga mira njerëz. S'ka lidhje me mua, se mos mendoj me syze me. Jo, syze miopie, jo kështu syze dielli. Ashtu i ka ai. Edhe rrethohet nga mira njerëz ai. Siç e lexojmë tek Ungjilli që rrethohej Krishti nga mira njerëz, kështu dhe ky tipi, se ai do i ngjaj gjithçka, çfarë bëri Krishti do bëj dhe antikrishti, po nga e kundërta. Po kush është ky? Ka emër sot? E dini ky? A e ke parë kush është? Po, ky që ka në YouTube. Ka dalë deri diku haptas. Na e thuaj që ndoshta edhe për Januka ka emrin. Januka. Po. Edhe thonë që ka bërë ky do dështoj pra thua ti, do dështoj ky, nuk do të jetë ky? Po, do dështoj ky. Në momentin që do jenë do e furnizuar atje në temën e Solomonit, se prandaj duan me Iran, Palestinës, ta Amerika, këta Trumpi, këto gjonave në bashkëpunim me Netanyahu, që janë mesianik quhen këta. Këta po punojnë për radhën e Mesisë, për antikrishtin. E quhen mesianik. Në ato momente që do jenë gati për ta furnizuar këto, çuditërisht se si a di tamam lidhje kësaj, po do gjendet ushtria e Rusisë atje lart. Shi. Po, ata do ndërpresin këtë gjë. Do të jetë në ku në Palestinë? Po. Në Palestinë do gjendet ushtria e Rusisë? Po, do shkojnë ata atje. Do shkojnë për arsye tjetër këto.
Edhe do përballet me këta pastaj, ë? Po, Këto do jenë pengesë, do le e të rafshojnë çka ka aty lart, Rusët. Po, rusët. Rusët do i rafshojnë ata. Rusët do bëj kërdin. Çka ka për të bërë Rusi me shoku? Ç'a thua? Si imagjinon dot çka për të bërë. Rusi është, si ta thosh ti, gishti i vogël i Zotit, bën planin e Zotit, po pa e ditur, me vedi apo pa vedi, nuk e di. Po, atë se dim, po. Po atë gjë po bëjnë ata. Kundra NATO-s, BE-s, gjitha këto që janë këta janë ushtria e djallit, të gjithë. Edhe po i nxjerrin ca probleme tani. Shiko se na duhet ta fusim Ukrainën në NATO që të ndërtojmë ca baza raketore atje që t'ju vi raketa për 5 minuta në Moskë, edhe mos arrini të mbroheni. Për ne po e bëjnë këtë. Sepse Rusia është pengesa sot për sot e madhe që ato të kalojnë rendin e ri botror. Digitalizimin, antikrishtra, gjitha këto. Po kjo që ka afër përderisa situata është në këtë lloj pike që Rusia është në konflikt me këta, konfliktin në Palestinë vazhdon akoma. Po ti di çdo gjëra që po të them, dhe që s'e kam thënë akoma, e bën direkt e lidhen me këto që shikon televizor. Po, e vërtetë është. I zbërthen thot prit se tani po ndodh kjo që do sjellë të tjetrin që ne e dimë që do jetë ajo tjetra. Kjo është shumë afër. Po, se shpyet herën e kaluar me ti, po jemi afër ne që tash çmerësisht afër tash. Jemi shumë afër. Po shkojmë te lufta tretë botërore më burr. Pra ky nuk do të bëhet, ky Januka që është tani. As Januka, edhe ky do dështoj, edhe digitalizimi i botës do dështoj. Do dështoj. Po, Këto janë lajme të mira. Po kjo është e mira. Po e keqja pastaj, do pas ti Janukës kur do të ndodhi kjo tjetra, dhe pse do të ndodhi? Se këtë e pengon ushtria ruse, le të themi. Jo le të themi siç po i thua domethënë. Po si do mundet që ky tjetri do të vi pastaj, që do ta mbaj 3 vite gjys që do të vi me atë kamuflimin. Ai do vi më mbrapa, se çëm çik më mbrapa këtë mohabet tani neve. Ai do vi çik para fundit botës. Para fundit, pra do të kalojnë vite tjerash. Mbas luftës së tretë do kemi 30 vjet paqe. 25-30. Paqe në gjithë botën. Komplet. As si lloj lufte. Fare 30 vjet paqe. Uroj njerëz, uroj që ta kalonin luftën e tretë. Po ja kaluat luftën e tretë. Si ta kalonin? Që t'jeni... Po që mos kalon nga krahu tjetër. Mos na zëj në i fishek, në i raket, në i tërmet, se do ketë tërmet. Po ndoshta ne s'do jemi atë. Ti na gjallë. Ndoshta s'do jemi erë, pse ti mendon se mund të arrijmë në luftën në këtë moshë jemi ne dy? Që do arrijmë luftën e tretë? Po. Po të se diskutoj fare. Unë kam kapërcyer atë pjesë. Unë po them ata që ta kalojmë, që do ndodhi. Se do ndodhi, do na gjellen e thua? Aq afër është? Po si do na gjejmë burr? Është vetëm e sigurt, siç është sigurt, siç po mshevet çof. Aq e sigurt është. Është e pashmangshme ajo gjë më burr. Duhet bërë risartimi i botës. Po ti po thuaj që do ndodhi nesër, por mënyra si po e thotë, unë thash do ndodhi, siç thonë që mas 5 vjetësh, kështu më thonë më. Historia. Ose çfarë e kanë zbutur, thonë mas 20 vjetësh. Po çfarë 20 vjetësh e burr? Mas 20 vjetësh nuk do ketë ngelur as gjë në këmbë, po vazhdoj me këtë ritëm siç jemi tani. Unë këtë pyetje ta kam bërë dhe ndoshta në episodin e parë, po ta bëj edhe sot në të 7-ën, siç e the. Po. Sa afër është shef sot? Ma thë kështu, le të gabosh, le ta marrëm përsipër këtë pjesë, le të gabosh, na e thot paktën me vite kështu, për i vit 2 apo jo. Jo, unë bëj kombinime, u shiko. Me kombinime pra, po e them unë, le të gabosh në kuptimin to llogaritë që po bënim se me llogari bëj. Po, me llogari, po. Si jam as profet as parashikues as gjë. Jam si ju gjithë tjerët jam. Tani, neve na kanë thënë shenjtorët tanë që do jeni një ditë të bukur duke pirë kafe. Që ka kuptimin, domethënë do jeni secili për qef. Po kjo ka vite që thuhet, kjo ka vite që thuhet. Jo, po sa thash. Po, okay. Që edhe siç do jeni një ditë bukur duke pirë kafe tha, do dëgjoni nga lajmet nga televizori që u godit centrali bërthamor i Iranit. Tani kalojmë te aktualitetin edhe. Sa ai që ka thënë këtë ka thënë para 30 vjetësh. Po. Kalojmë te aktualiteti. Ça po kërcënon sot Trumpi aktualisht? Përveç këto do i bim Kanadas, Meksikës, Grenlandës e këto me radhë. Çfarë po thot? I ka dhënë 2 muaj afat Iranit, që po nuk u rat dakord me ato kushtet tona, do ju bombardojmë edhe do godasim programin tuaj bërthamor. Pra, do goditet, edhe pse ka dhënë afat ai. Kjo është le të themi ajo që shitet nëpër media. Po. Ata edhe po e plotësuan ato që ka thënë Erdoani Erdoani edhe ai ka rol brenda. Kështu Trumpi edhe do heqë këtë vit. Do heqin atë? Po. Por të marrim çimë këtë pas e Trumpi, po se ishte lapsusi. Duket se të përqendrohet vetëm këtu sot. Po përsim ne ikëm, na kishin shumë pika, shumë tema të tjera, por fakt që do intereson njerëzve. Jo, mori rrjedh vetë kjo gjë biseda, kështu që le ta vazhdojmë. Prandaj biseda është interes, është më interes edhe kjo. Pra, Trumpi po e kërcënon, po i thotë që i ka vënë dhe afat 2 muaj.
për të plotësuar X pika. Pika për që bëhet fjalë për Po ai ka vendosur ti bjerja, ato ja dy. bravo, është të duhet të them, po, të duhet të them thjesht ka vendosur 2 pika, le të themi, le të quajmë 2 pika ne. duhet dalin nga loja se Po, por edhe nëse ato i plotësojnë pikat, ai prap do e godasi, kjo është ideja. është Apo jo? sigurt ajo. Po ai e Kështu di që që ata nuk do Thjesht binë dakord. na e shesin ne në këtë formë që ne kemi vendosur atyre që të bëjnë këtë gjë, nëse ato se bëjnë. Por edhe nëse e bëjnë, prap do të ndodhi. Ajo është për publikun e Për gjerë, publikun, domethënë bravo. që shikon se neve i dham 2 muaj kohë atij, kështu që ne jemi çunat e mirë. Ata nuk u bindën, kështu që Po, ata ne shkatruan ram këtë atyre gjë. se ato donin me bë këtë gjë, donin me shkatru botën. Po Po ne qëllimi për të mos me shkatru ato botën, do shkatrojmë ne. po. Se ne në fakt do e shkatroshim vetë. Po prandaj vendosën he brendët e Trumpin aty që e vendosën krye burr, që të kryej ato. E di si kanë thënë brendët e Izraelit, që Trumpi është i zgjedhuri për të bërë planin e Zotit. Kanë Zot tjetër ata atje, ëh? Ata besojnë te ai me brir, prandaj kupton ti? Po. Edhe, domethënë, këta do i bin. Bin apo s'bin dakord te Irani, që s'ka për të rënë dakord. Edhe kështu do jepit ajo Tani Arsyeja- Irani është pjesë e kësaj loje apo Rama? Irani, ja. Ramapore. Po, e kemi konsumuar dhe është. Po, Irani është pjesë e kësaj loje apo thjesht është nuk është pjesë e këtij pakti, le të themi? Jo, Nuk është. ato shohin jetën e tyre, hallet e tyre. Po Nuk është tani pjesë. Irani po bën një diçka që përbën kërcënim, në fakt. Se janë duke ndërtuar një bombë bërthamore të fuqishme. Janë duke pasuruar me uranium, edhe ka arritur në 98%, 95 me 98%. I duhet shumë pak që ta realizojë, që të bëjë vërtet pastaj të përbëjë vërtet kërcënim për Amerikën pastaj. Se po ja lëshoj atë, nuk ka sistem antiraketor që ndalon. Po mi, i bëjmë thirrje të gjithë atyre të Iranit na dëgjojnë pra ta lëshojnë ato parë. Po nëse lëshojnë ato më herët, si po e lëshon ato shumë pastaj, problem pastaj. do fillojnë ta lëshojnë gjithë pastaj. Se të gjithë vendet gati kanë shumë vende që janë me raketa bërthamore por. Po mirë, të rikthehemi prapë aty. Nëse pra Trumpi, Amerika pra godet Iranin, çfarë ndodh më tej? Aty pastaj do vendet që janë në aleancë me Iranin do kundërpërgjigjen. Do bashkohen, ëh? Po, ato që janë në aleancë me Amerikën do kundërpërgjigjen dhe ato, edhe do shohësh gjithë planeti sipërfaqja e tokës do mbushet me fishek zjarre. Komplet, raketa gjitha ne, do jetë kështu, sikur është vit i ri. Po ne do vazhdojmë të shohim Big Brotherin edhe këto emisionet e tjera apo do shohim të fishek zjarre ti? Do fshihen gjitha këto. Do ndalin gjithë këto gjëra? Gjithë kjo plerë që ekziston në botë që po infekton mendjen e njerëzve do fshihen gjitha. Lufta vërtet. Do përqendrohen gjithë atje pastaj. Por do fshihen gjithë, s'do ketë më ky organizim që është tani, ky rjeti që i mban njerëz, ky matrix që ekziston që i mban njerëz të fjetur, të komanduar. Asnjë s'do hym në Europë 2030-ën që thot Rama? Po çfarë 2030-ën nuk do ketë Europë që të futemi në Europë. Po çfarë po na S'do ekzistoj. Europa do bëhet barakë komplet. Ne përgatit shpirtërisht, moralisht nga të gjitha anët do. Po, se do hajmë luk klorire atje dhe ky po përgatit dhe pasaportat tani që neve se këto 3 mujorshët që kemi tani nuk na bëjnë punë dhe pra do ndodhi para si të futemi në Europë ne. Do na silli Mastercard aty. Po. Kjo gjë të ndodhi, kjo lufta të ndodhi para si të futemi në Europë. Kur ka thënë që do futemi në Europë? 2030 deri në 2030 ne kemi xhep thotë. Duke filluar që tani deri në 2030-ën. Jo, nga 2027 thotë që 2027 do hapen negociatat edhe ku diun çfarë. 2030 ne kemi xhep. S'do keni më këtë pasaportë thotë, do merrni pasaportë tjetër pra shqiptarë, paguajmë prapë edhe herë tjetër pasaportë. Po. Do bëjmë pasaportën nga e para. Kështu i them atij të gjatit. O i gjatë, që të futemi në Europë duhet ketë Europë. Mi për atëre kur ke ndërmend ti të na fushësh nuk do ekzistojë Europa. Ku na fushë të gërmalla që do kenë mbetur Europës. Pik. Pikër. Kaq, po i ka bërë me mashtrimet e Po tua. leja bo, ktheu valla, ktheu. E dim që i bot gjitha këto furçe, këto pralla që të marrësh edhe Ksaralli mandatin e 17, të katërin sa do marri. Por tani kur do të ndodhi kjo? Pra, për vit 2, kjo do nisi këtë vit. Fillimi. Pastaj ajo acarimi i situatës do jetë në vazhdim. Po që do filli do bëhet sapo do ndodhi kjo bombardimi i programit bërthamor të Iranit. Ajo është shenjë. Kur e ka vendosur ultimatumin Trumpi këtij? Po kur e tha? Ja tha para 2 javësh. Para 2 javësh, ë? 2 javësh. Pra, nga 2 javë, 2 muaj. nga 2 muaj minus 2 javë. Ja, unë kështu i bë llogarit, nuk është se kam në një ndriçim pra, edhe po në episodin e 14 ne do flasim për luftën. Në episodin e 14 do jemi kështu neve. Po mirë, kur mund të quhet që ka filluar lufta e tretë botërore për shembull? Se ka luftra nëpër botë, është lufta me Lufta e tretë ka filluar. Ka filluar, por është e heshtur momentalisht.
Gjithmonë lufta nuk ka pushuar ndonjëherë. Jo, në terma le të themi kur quhet, mund quhet bota që mund të jetë në luftë. Po tani këta e kanë ndezur fitilin e burr. Ai fitili serioz është që nisën me çështën e Ukrainës. Pra, Ukraina nuk mund konsiderohet lufta e tretë, nuk mund konsiderohet luftë botërore. Jo, pa ajo do të çojë dy shtetesh. Pra kur mund konsiderohet sa përqind e botës do të jetë në luftë, si shteti në rastin konkret që Amerika i bie Iranit, shtetet që janë me Iranin i bien Amerikës dhe shtetet tjera që janë me Amerikën i bien Iranit dhe shteteve tjera, këtu fillon. Pra sa përqind e botës do të jetë ose të këtyre shteteve të botës do të jenë në luftë që të konsiderohet luftë botërore. Apo nuk përlogaritet të gjitha do marrin pjesë te kjo. Të gjithë do marrin pjesë. Ja, përveç 2-3 shteteve. Pjesa më madhe do marrin pjesë. Përveç cila shtete? Po ja, Greqia do marrin pjesë në luftën e tretë. Për shembull. Pse? Edhe ne do marrim pjesë. Po ne pse? Po pse ne jemi shumë kështu altruist, jemi shumë Këta tani po tentojnë se para ca kohë pash aty te qendra për një kohë të gjatë kishin vendosur që i bëshin thirrje për t'u antarësuar në ushtri vullnetarisht atje, ishin ca ushtarak, ca ushtarakesha, se kemi edhe femra ushtarake tani që do na mbrojnë me barazia pra. Po për barazia. Edhe duan me i çu, domethënë sikur po e bëjmë neve këtë për të mbrojtur vendin ton, se po na do rrezikojmë nga Serbia. Neve do na thonë të rrezikojmë nga Serbia. Ky që atë bëna që të shkojmë t'i bim atyreve. Ato do kenë hallë të tyre. Do rrezikojnë fare, por kështu do paraqesin këta, që t'i krijojnë probleme atyreve. E kanë filluar problemet e atyreve tani në fakt, që duan me rrezu presidentin. Që është Sorosi nga mrapa, është çik ajo spionazhi sekret i Anglisë, janë futur aty me rrezu Vučićin ato me patjetër. Po Putin se ka marrë vesh të gjë? S'po ndërhyj Putin? Po si se di, po mos kishte për krahën e Rusisë ai do ishte fshir tani. Do i kishin heq me kohë, patjetër. Diskutohet. Për ta përmbledhur gjithë Alex që të dalim edhe te ndonjë nga temat e tjera. Pra jemi në prag të luftës tretë botërore. Po. Do ndërpritet Januka, antikrishti i tyre i Mesias atyreve që kanë bë gati me ndërtu tempullin e Solomonit me 5 viçat që duan me spërkat gjakun e tyre nëpër themele, se kanë ca rituale. Do ndërpritet kjo inteligjenca artificiale që duan me i lidh njerëzit me kompjutra, me qipa, me gjona, me nabos, clever, modern. Të gjitha do ndërpriten sapo të godasin atë centralin bërthamor atje. Aty pastaj do agravohet situata dhe do përhapet me saktësi matematikore. Edhe pastaj do i bim njëri tjetrit dhe bamë, bume, do bëhet qamet. Pastaj do ndodhi 30-40 vite paqe, do ketë paqe në përbot, pastaj do rikthehet Januka dytë, ai është finali. Ajo domethënë fusha e betejës do jetë atje si fillim, pastaj do kalon Konstantinopoj. Që quhet Stamboll sot. Do kaloj atje? Po, atje do kaloj. Atje do bëhet kasapane vërtet. 3 ditë e 3 net aty do vriten 600 milion burra. Sa re? 600 milion për 72 orë. Aty do mblidhen, aty do gjendet Rusia, mbasi të ketë marrë punë me Izraelin që thashë të punën atje, do zbresi atje. Do atje. Po do zbresi atje ajo. Sepse do duan që të coptohet ajo toka që është Turqia atje. Do duan ta marrin amerikanët, do duan ta marrin rusët, do duan ta marrin europianët, e do bëhet një përplasje atje. Përveç Azisë dhe Europës pra që ndahet Stambolli, do duan edhe këto tjerët, Amerika, Azia e vogël atje duan ta ndajnë ata. Po duhet bjerë Erdogani herë. Po pse duhet bjerë Erdogani? Pse kanë kaq shumë interes te kjo pra? Ta kanë thënë që do bjerë ai. Po, e kemi para se ditë ky lajmi i protestave që ka filluar. Po, dhe futje kryebashkiakut të Stambollit. Bashkiaku Imamoglu. Po. Ai ishte Karemi që hongri ky me atë Imamoglun. Si Karemi, ç'kuptoj. E vendosën këta të qindë atje që të dalë atje në publik ai, të thotë të sfidoj Erdogan, të bëjmë debat publik dhe populli të vendosi pastaj me anën e kujt është duke sfiduar, duke acaruar. Ata e dini shumë që temperamenti ka Erdogani, ku pyeta, jo sultan. Kapi aty edhe rasi mrena. E ka futur Erdogani pra këtë? Po, ajo futi mrena. U çu populli tani se këta duan ta rrezojnë Erdoganin me anë të popullit që të duket diçka e drejtë. Po kjo s'ka për të kaluar. Nuk ka me u rrëzuar në të formë. S'ka për të patur efekt kjo gjë. Po si të rrëzohet ndryshe? Po do i krijon aksident, ato aksidentet e famshme. Si aksidente? Ama ato kështu një ditë bukur duke ecur ai atje do i vinë ai sniper aty, kështu gjonash.
Do e vrasin Erdoganin? Do dalin nga skena ai. Edhe ai këtë vit do dalin nga skena. Do e vrasin? Po. Edhe do sjellin një Një sekond, përveç eliminimit politik do ketë edhe eliminim fizik, do ta vrasin? Po, do ikë Erdogani por. Do vritet. Po. Këtë vit, mbani me këtë që po ju them. Këtë vit ikën Erdogani. Bashkë me Zelenskin, Sarova dhe Zelenskin. Edhe Zelenskin do e vrasin edhe Zelenskin. Po. Do vriten të dy edhe Zelenski edhe Erdogani. Po s'ka doj Zelenski, marroi. E marroi emisionin vet. Po, nuk bin më ujë ai. Kurse Erdogani prish punë aty. Nuk është tani as me Amerikën as me Rusin. Po që të qëndrosh gjallë do të mbash krahun e një superfuqie. Po, këtë tregon. Ka drejt dyve tani, është kënaqës ai, për mendimin tim ai është vërtet patriot. Ai është lider. Ai mendon për vendin e vet. Mund të themi që është një Ataturk i dytë Erdogani apo? Po edhe ashtu mund ta thosh. Megjithëse, okay. Do heqin qafë atë, do vendosin qeveri e re që do jetë pro Amerikës. Ajo qeveria e re që do jetë do i bindet Amerikës në gjithçka. Amerika do i thotë shko biri Greqisë tani. Se duan ta zhdukin Greqinë edhe ata nga harta. I prish punë ai vend i vogël atje, po duan dal nga skena. Do të thonë shko biri, në momentin që do nisë Turqia që t'i bi Greqisë, aty do zbresi me vrull pastaj rusi nga Izraeli, e ka për ta bë Turqinë shesh. Edhe një herë lutem për të pjesën si do t'i thon biri Greqisë. Do t'i thon amerikanët turqëve. Sionistët hebrejnë që komandojnë se Amerika sa këtë. Biri Greqisë. Po rusi pse do të vinë në Turqi për të mbrojtur Greqinë? Po ka një afeksion, ka një kështu domethënë se kanë dhe histori të përbashkët, janë një fe janë. Ku gjën i duan grekët. Edhe tani domethënë. I kanë dashur dhe i duan tani edhe. Pavarësisht se qeveria aktuale është kundra Rusisë, sepse Mitsotakis është i atyreve, siç është edhe ky Joni i atyreve. Po ata e dinë që populli është me Rusinë. Do të vinë rusët prapë aty domethënë, ëh? Po, do zbresin ato që kanë Palestina do të vinë aty. Po sapo të vinë ata në Rusi, atëherë do aktivizohet NATO-ja. Nuk e di sa shtete është NATO-ja tani, di vetëm që 18 shtetet e NATO-s do bëhen bashkë në të njëjtën kohë, edhe do nisen nga porti i Vlorës. Që e kanë zbukuruar atë portin tani, kanë bërë të bukur tani, kanë zgjeruar, e kanë bërë më fine. Do nisen me mira anije vetëm që ande nga porti i Vlorës, e do nisen për në Konstantinopol. Aty pas do shohë që ka për të bërë. Do i bin njëri tjetrit pa mëshirë fare. E pastaj do ndaloj kjo. Kush do fitojë aty? Kush do fitojë aty? Normalisht rusët, ëh? Aty apo në luftë nuk ka. Shiko, te kjo luftë e tretë askush nuk do dalë fitimtar. Të gjithë do. Po pastaj do jetë Kina si superfuqi. Po pa ikë aty se më ke habit me këtë që thej që do ta vrasin Erdoganin. Okej. Po do ta vrasin. Të ketë eliminim politik, është pritet se normalisht të bëj kaq vite. Ajo është bë tamam kështu ka kaluar në monarki deri diku me pushtetin që ka. Nuk i mjafton ajo ta nxjerrin thjesht nga politika. Do ta eliminojnë, do ta vrasin. Po, se e shikojnë si rrezik, domethënë, nuk i bindet njeriu ajo bër. Ëh? Edhe do e kanë vendosur ta heqin. Edhe më duket se edhe kanë dalë edhe kështu ca skica, ca revista domethënë anë nga Amerika atje, sikur ky tani ishte te banjera e dushit atje, ishte shtrir atje, siç ishte brenda nuj atje e zuri korrenti. Se kështu ata të nxjerrin këto mesazhe. Erdogani ruhet goxha. Po ai ata kanë tentuar disa herë ta heqin. Po, prandaj po them. I ka thënë mos i bi nga ajo rruga atje sepse do të kanë shty kurth atje, do të heqin. Rusët e kanë informuar. Po Putin e ka shpëtuar disa herë. Si ka mundësi që Rusi është kaq lart për sa i përket pjesës kanë inteligjencë pa pamë të informacionit, zotërimit të informacionit ose sekrete. Siç janë ato agentët e Amerikës kudo, janë dhe rusë kudo. Po kush është më lart? Shqipërike. Po. Agent rus, agent të CIA-s i ke këtu full, Tirana është full. Edhe Sorosi që vjen një herë në 2 javë këtu që takon këtë gjatin këtu dhe jep ca direktiva, kështu çfarë do bësh, çfarë do bësh. Një herë në 2 javë vjen ai këtu. Po po Zelenski pse do e vrasin? Ka çuni mirë. Po, shumë çuni mirë është. Ai është çik nazist, është çik satanist. Po pse do e vrasin Zelenski? Pse? Se hajde Erdogani nga që është i pabindur, nuk etj. Po Zelenski pse se po shikoj. Lojën e tyre kanë mbajt. Aty nuk do i vinë mirë kur ta nxjerrin nga skena. Edhe tani pse ka filluar pak ai, duke me këto qef mbetje dhe me këto gjërat, jo me Trumpin se do filloj të flasi pastaj kush na financonte deri më sot që neve t'ju bim juve rusëve kështu me radhë. Do nxjerrë kokën. Edhe zgjidhja është më mirë, futëm dhej aty dhe e flemenjën. Pra si tamam si rasti këtyre që shohin nëpër filma që atë ushtarin që e kanë përdorur deri më dje, më mirë kape kpute
se sa Qaroj nxjerri, aty, po. se nuk i dim se me ato që mund të thot mund të ndryshojë një balans në ai gjë, nuk i dihet. Se informacioni është pushteti sot fuqia. Tamam, to po bëjnë po të njëjtën lojë si mafiat. Si mafiat që Mafia, shohin po. nëpër filma që shkojnë bëjnë një vrasje ose bëjnë një mision të caktuar, eliminohet ato që deri dje ka bashkëpunuar me ata, që ka qenë ndoshta edhe më i mirë. Se në rastin konkret Zelenski ka bërë diçka që e meriton atë që është sot. Për ata që i ka shërbyer, nuk po them për Po. të drejtën. Po Është për krimur ata para- e ka luajt në mënyrë spektakolare atë që ka bërë. E kanë krimbur në para, po të them atë, ai është super miliarder. Mi po që do, zoj. Ato s'ka problem t'japin para, se Ke dal e shtypin vetë. Ke dal fikse një gjë shumë bukur te kjo që thëhet tani që nuk do t'i gëzoj, domethënë është super miliarder, u bën në një kohë shumë të shkurtër me këtë që ndodhi. Sa po 2 vite, 3 vite? Jo, bo 3 vite, 4 vite. E që ku ka fillu, po, u Po. bën aq. Për sa përket konfliktit midis ai ka vite që ndodh, por në këtë formë që Po ky është i jalvishëm tani, Po. ka marrë fund, se s'është më presidenti, ka marrë po, mandatin. e vërtet është. So, bugati vit që e ka mbaruar mandatin. Po, që në marsin. Domethënë kjo duhet të qëndrohet te kjo pjesë që imagjino për 3-4 vite u bë super miliarder. Po. Dhe fundi i këtij është Atë ku do shkojnë gjithë. ku do shkojnë Një gjithë. ditë. Pra, ky do këta Te 2 metrat. Ndoshta kjo unë ju kërkoj shumë dje se ndoshta s'dua që të kaloj fare së në temë tjetër, se më pëlqeu kjo temë që diskutuam, po kishin shumë pika tjera. Dhe dua që ta mbyll me këtë, se është shumë e bukur. Mesazhi që do t'japi kjo për këtë pyetjen që dua të bëj. Për sa i përket se kjo është gjithë filozofia, ndoshta edhe e gjithë secilit prej nesh në këtë botë, le të themi. Pra ne na merr ky vrapi, ulla e kësaj bote, kësaj jete, si rasti shembullit Zelenskit, por ata që na ndjekin mund të marrin shembull nga më ndryshëm, ti mund të kesh shembull tjetër, unë shembull tjetër. Ai është dhënë kaq shumë kësaj bote ose këtyre njerëzve që këta deri dje e kishin besnikun e tyre ose ky ishi më i besuari për ta, që i ka shërbyer deri në detaj. Po s'kan shok ata. Ata të Është përdorin. bërë milioner, miliarder, e gjitha i ka shërbyer, po ata do e vrasin. Po, ata do vrasin. Po ata do e kpusin që mos e gëzojë jetën. Pikpyetja është tani, më mirë ti jesh në rrugën e këtyre që apo ti jesh në atë thjeshtësinë dhe atë habitatin tat Po sigurisht. të apo. thjesht. Sigurisht, tavmajet le pa gjekur i thon. Atë ka për ta lënë tavmajet dhe pa jetë. Jetoni thjesht e njerëz aty. Ai sa keni organi shtrini këmbët. Jetë shkurtër kemi. Gëzoni me ato familjen, me ato fëmijët e juaj, me ato familjarët e juaj që ju rrethojnë, me miqësitë tuaj. Pse u hapeni kështu, jo po shiko oligarkët që shtojnë ato pasuritë e mëdha, me vete do i marrin në sekret. E që ajo smundje, pas ajo është dehje, ta mbledh, nuk punon ti më, nuk punon paraja më për ty, punon ti për para, je skllav i asaj. Vetëm mbledh, se ajo VC-ja, sado që ta ashtu çkarkohesh, nuk ngopet ajo. Kështu janë edhe këta truri këtyreve, nuk ngopin kurrë ata. Edhe aty te dheu kanë përshkuar gjithë. Tani do bëhet kjo lufta atje në Konstantinopol që thash, aty, pastaj do ndaloj lufta tretë. Në një moment. Sa do zgjasë aty? Po 3 ditë do të jenë kështu intensive që do të vriten 600.000? 600 milion. 600 milion më shoko, diçka është 600 milion, që shef do të fundin. Ti kesh Për 3 ditë 600 milion? Po. Po ku 600 milion në Konstantinopol më valla, si po. Jo, ata po që janë aty. Ata Për 3 ditë do vriten gjithë botën apo në Konstantinopol 360 milion? Do futen 18 shtete brenda aty në atë territor 600 milion veta? Po, do bombardim nga ajri, bombardim nga deti, bombardim toksor. O do bëhet Turqia që sot do kthehet në Sahara. E ke parasysh? Do bëhet hartë e re. Që s'do ketë më Turqia, do jetë Sahara, shkëlqyer komplet. Gjithë Turqia. Siç po bëjnë gazën tani atje, ashtu do bëhet Turqia. Edhe Europa. Gjithë vendet e Europës, duke filluar me Gjermaninë. Edhe Gjermania. Po, ajo është koka e Europës, ai do e hajë para. Edhe pastaj që mos them këto detajet kush do e haj, kush do i bie këto. Neve zona bie njëri, mos keni merak. Pra ne po rritën shtëpimet në Shqipëri, blejnë shtëpi në Shqipëri, po vinë gjithë nga gjithë bota, po blejnë shtëpi në Shqipëri. Ne do kena probleme tjera këtu. Është Çfarë problemi është? do kena probleme këto me Sa këta. tema na ke hapë, kisha 10 tema tjera kisha për sot. Po kena qenë rrugë kjo dhe prapë po na hap prapë tek zgjidhja. Çfarë probleme është tjera do kemi?
Neve nuk do kemi probleme tuaj, do kemi probleme me këta, me këta budallën, me këta politikanët që ju I besoni, mos I besoni atyre, do na marrim qafë, do ju marrin qafë si jeni përqendruar tek ata I besoni atyre, do na fusin luftë me njëri tjetrin. Luftë civile, Po, luftë civile do kemi. S'po diskutoj këtë punën e urisë edhe këto ujit e këto me radhë, ato janë aty jena mësuar ato s'na bë përshtypje pjesë. Kemi stërvitur atë Kemi kryer imunitet. Edhe pastaj do pushoj lufta, do vendoset një mbret për botën, për pothuajse gjithë botën, se Kina do jetë më vete. Kina do jetë superfuqi, por nuk do bëj kështu lëvizje që të pushtoj botën, nuk do ketë këtë qëllim. Thjesht do kufizot ajo vetë, po ajo do jetë superfuqia. Pastaj pjesët edhe botës do ketë një mbret, një njeri. Ai do komandoj botën për ato 30 vjet që thash. Për 30 vitet e paqes. Të paqes, po. Ai do ketë atë drejtësinë e këto. Ky do jeti vërtet ai apo do jetë po pjesë e këtyre? Jo. Pjesë e lojës. Jo, nuk është pjesë e këtyre, ai është pjesë e atit lart. Ky. Është shërbëtori I atit. Po. Edhe 7 vitet e parës do I marri taksa njerëzve, do pasurohen njerëzit, I pasurit do bëhen pasanikur, kurse I varfrit do bëhet I pasur, do të thonë do ketë një pasuri të papar. Nuk do ketë më shkelje, nuk do ketë më probleme. Si ka mundësi që të ndodhë? Pse do ndodhë kjo? Po tani neve arritëm në fazën e kulmit. Gjithmonë kur kulminon situata, kur bota arrin në një kulm, pëson një rënje drastike dhe pastaj fillon prapë. Ringrihet prapë. Kjo do Ringritja është më Kjo rënje drastike do jetë që përkthehet lufta e tretë, që do e fshi komplet. Kjo është plani I Zotit fakt. Ai do e lejoj. Jo se e shkakton, se ai nuk do të shkaktoj gjëra të tilla, se ai vetëm mirë bën. Po këtë do e lejoj që ta bëjnë këta çamarokët e këtij tjetrit. Se ata duan luftën. Pse 30 vite dhe do rikthehet prapë në njëjtë situatë që do vi ai tani Jamuka. Jo, Januka Maron. Januka, po mirë, le të themi pasardhësi I Janukës, po. Po, ka kuptim. Se di emrin e nuk ja di me asnjë emrin që do vi ai. Numri I tij është 666, domethënë se është dhe ajo numrat që përkthehen me gërma. Kështu na thot zbulesa. Edhe emri I atit është numri 666. Po ta deshifrosh këtë del emri I atit. Po se ka arritur asnjë deri tani, nuk e dim çfarë emri do ketë. Po. Atë kodën e tregoj. Kur të vi. Po, pse 30 vite pra? Pse 30 vite paqe, kaq mirësi, kaq bollëk? Po, 30 vite me 30 ca, 30 vitet e Krishtit domethënë, ato do jenë, se kështu lidhet. Edhe aty do thon, hajde ti të bëj vëlla, do I thotë. Do kem mbetur pak njerëz në fakt. Ai se do mbeten. Sa pak? Do ecësh me kilometra ti të takosh një njeri. Jo. Edhe do I thosh hajde të bëj vëlla, të përqafoj se kisha kohë, bona jap pa njeri me sy. Sa do ngeli bota në ato 30 vite? Sa do të jetë në botë? Po, do ketë 3 miliard. Do ikim 5 miliardë? 5 miliard nuk do ikin vetëm nga lufta, do ikin edhe nga këto sëmundje që do dalin. Këto gjërat, po. Dhe nga tërmetet. Do ketë tërmete, do ketë shumë tërmete. Çfarë tërmete është? Shive se shikoni tani çfarë tërmete ka për të bën Turqi. Do knoqen ata atje. Do tunden, jo si ajo që u bë atje 7.7, që u bë se kishte më se ishte emër çuditshëm ajo. Që e pam tani në lajme. Atje ka për të bë një para luftës, deri para luftës, para kësaj që do ndodhi. Po, do bëhet një 10 atje. Një 10 ballsh. 10 ballsh. Po. Ka për të futur 10 ballë në gjotë dhe këtu keni më. Nuk do jetë natyral ai tërmet. Atë do ja fusin ta që kanë atë harpin, që I bën ato tërmetat artificiale që thani. Do të jetë I fort fare, Është artificial, siç u bë ky fundi këtu te ne para ca vite që ishte 7.2 në zuri 4 mëngjesit, artificial ishte ai. I bën këtë me harpin. Po këtu keni pse e bën atëherë? Nuk e di çfarë qëllimi kishin atje e bën këtu. Po një gjë kishin. Edhe do ashtu Turqia atje, do knoqen ata atje. Që ta akuzojnë Trumpin pastaj. Atë Erdoganin. Që të shtohet ajo pa kanajsia. Pse prandaj po e bëjnë edhe këtë? Do ndodh tani shpejt edhe kjo. Po vetëm për atë duan me bëj gjona, ta gjithë populli I tyre. Edhe do kemi këto 30 vjet pa që do jetë të lumtur njerëzit, shumë të lumtur. Ai do jetë para se mbi dhe. Do jetë shumë periudha më e bukur në histori. Aty Zoti do I fal. Që nga krijimi I botës? Do jetë periudha më e bukur kjo? Më e bukur apo? Çfarë thua? Do arrim në këtë? Aty do jetë Luani me Qingjin bashkë, edhe s'do prekën fare. Do arrim në këtë? Pra ne po them, uroni ta kalojmë, se po e pam atë periudhë do jetë periudha më e bukur, më e shkëlqyer. Po nuk e imagjinoj dot, domethënë si t'ja jap ta kuptoni. Do jetë shumë e bukur. Pastaj do marrë kjo periudha.
Po shiko tani. Po pse do E rikthehet keqja prapë prapë do tjetër? ekzistojë. Pse? Aty desha dilja. E keqja prapë do ekzistojë, por nuk do të dalin në sipërfaqe. Pra, në këtë periudhë 30 vjeçare do ekzistojë e keqja, por Po. si nuk do dalin sipërfaqe, çfarë do thotë kjo? Do me thënë do jenë prapë ata të këqinjt, Ëh. por nuk do të dalin në haptazi, siç janë sot. Sot kanë dalë haptazi fare më burr. Ju haptazi fare me Eurovisione, me ças po kalon mesazhe me Big Brothera, me po i shkataron njerëz, po japi modele shumë gabuara, po i hedh në erë gjithçka, gjithë vlerat. E këto do jenë të fshehtë, sepse ky mbreti që do vi, ky nuk do të toleroj pisllikun. Gjithë të që kemi ne sot që na rrethon, që po na mbyt. Ai do të gri, po bëret gjën e keqe, të grin. Sot po bëri gjën e keqe, vlerësohesh. Ai do jetë komplet e kundërt e këtyreve, se do jetë i Zotit ai. Edhe nuk ka për të lënë asnjë gjë të keqe që të qarkullojë. Po si do zgjidhet ky mbreti? Tani me thënë këtë pjesë, këtë s'kam për ta besu njerëzit. Nuk po duhet të them, s'e kam problem, po do duket kështu si prallë kjo pjesë, se si do zgjidhet ai. Nëse do Ai duket është tani gjallë, po lëviz mes njerëzve është. Po di si është ai? Ai është kështu si ata aktualisht po flasim, ai qarkullon mes njerëzve, është kështu si ata që shohim neve që gërmojnë te koshat e plerave, si ndacak. Ashtu lëviz ai tani. Shkon aty, mund ta shohësh me një cep rrugë duke lypur. Ku ç'a zonë është tani? Ai do bëhet mbret. Ku është tani ai? Ai erën e fundit që mora vesh që kishte bërë një shfaqje, është atje në Konstantinopol ishte ky. Ky ka qenë mbret dikur. Ka qenë mbret. Edhe këtë s'ka për ta besuar njerëzit. Ço ti bëj valla, le mos ta besojnë. Kur ta shohin do e shihni. Mos e besoni. Sinqerisht, ku do të se matem ndonjëherë ta them mos ta them, nuk më intereson. Po doni besojnë, mos më besoni. Ky ka qenë dikur mbret i Nikeas, zonës të ku është Turqia sot. Para se të ishte. Ç'a moshë është tani? Po ai s'ka vdekur tamam. Ai është gjallë që atëre. Ai ky ka epitetin mbreti i fjetur. E ke pasur ku është kisha Shën Sofi sot? Po. Aty poshtë, Aja Sofia që i thon. Aja Sofia thën turqit. Po. Aty poshtë është një mini qytet aty poshtë asaj kishe. Aty ka labirinte të papara. Aty humbet, por nuk e ditë rrugën. Diku në thellësitë atyre tuneleve gjendet ky. Gjendeshë se tani është çuar, ka dalur. Edhe ka dalë nga aty. Qëndronte që në shekullin e 13 e deri sot. Sa kohë ka që ka dalë nga aty? Por jo, sa kohë që ka dalë nuk e di, por që ka dalur. Edhe qëndronte me armaturën e mbretërore që ishte që atëre, qëndronte kështu në fron. Prej shekush. Edhe nuk u treste, nuk u kallte trupi, nuk u prishte. Prandaj quhet mbreti mermert, domethënë si mermer nuk e prekte koha fare. Po. Prandaj kishte këtë epitetin. Këtë e dishin vetëm 3 familje këtë sekretin e këtij. Se ku gjendeshë ky tamam. Edhe ata kishin çelçat, edhe kjo familje ja trashëgonte atë sekret çdo familje që vinte më pas. Brezave që vinin më mbrapa. Edhe e dishin se ku kishin ato çelçat ato tyreve labirinte. S'ka mundësi që këto 3 familje e kanë mbajtur atë sekretin, nuk ka dalë fjala tek tjerët. Po, edhe këto familjet atë ja kanë zbuluar dhe disa turqëve atje, që i kishin besim. Besim, po se ka dhe për këtë e kishin njerëz të mirë. Po, që kanë mbajtur besimin. Ka dhe atje të mirë dhe të qinj. Këta ishin mirë. Patjetër. Edhe këto ja thanë këtë se ka dhe Turqia ka shumë kriptokrishterë, që nuk e shfaqin haptazi besimin e tyre, sepse ai të grin ai atje, se të vjen edhe me një hanxhar ku dëgjon, krijon probleme. Edhe ka 1/3 e Turqisë janë kriptokrishterë atje. 1/3. Aty janë 60 milion, 20 milioni ke kriptokrishterë atje. Ata do dalin kur të vi ky. Johani. Një pjesë këto janë 2-3 familje nga këta 20 milionët që e din këtë sekretin. Tani e morët vesh ju s'është mos sekret. Edhe e din këtë gjë dhe ky tani siç ndodhte. Ky kishte atë shpatën e vet, e kishte edhe atë klofin, siç porinte kështu, me atë shpatën dhe klofin këtu. Çdo 50 vjet dilte nga 1 milimetër, dilte nga klofi ajo shpata. Shpata. Po. Çdo 50 vite. Çdo 50 vite, po. Që atëre deri sot edhe thuhej që kur të dali komplet shpata nga klofi, atëre do nisi lufta e tretë. Sa ka shku shpata tani? Apo ka dalë? Jo, ka dalë komplet tani. Ka dalë shpata, ha? Ka dalë komplet shpata, ka dalë dhe ky komplet tani, nuk është më aty poshtë te ato labirintet, ka dalur. Po pse qëndron në një vërtet që thuat jo koshat e plerave, jo. Po ashtu është. Po pse qëndron ashtu? Pse është duke parë situatën ça? Po ky e di, ky e di se për çfarë është i destinuar, për çfarë është caktuar më saktë. Po. Atje e di shumë mirë që do i bëhet ajo thirrja e madhe për të marrë ferët e botës.
Kur të bëhet kjo kasapana në atje që thash ajo 3 ditëve që do ndodhin në Kjo do shfaq momentin pasi ta shoh. Konstantinopol. Aty sipër do shfaqet Kryeangjëlli Mikhail, sipër kishës. Ke Hagia Sophia, Po sipër Hagia Sophias do shfaqet Kryeangjëlli Mikhail. Edhe ai ty do flasi dhe kur të flasi ky do trondit të gjithë toka aty. Të gjithë ata do ndalojnë luftën, do shohin lart. Kjo luftë vetëm 3 ditë ndodh domethënë. 3 ditë po. Nuk zgjat më shumë. Aq, po tani me këto armë që kanë sot çfarë zgjasin më shumë? Po 3 ditë domethënë, nuk do zgjasin më shumë. Pas 3 ditësh do dali engjëlli dhe do dali ky engjëll dhe do thotë qëndroni mirë ç'a po bëni, diçka të tillë, do thotë një fjalë të tillë për t'i sjellë në vete. Kto sa për të flasë ai do tunde toka, do ja japin një fort kështu, edhe ata do ndalojnë, do shohin atje lart, edhe si çuditërisht do ikë ajo perdja e urrëties për çfarë janë mbledh ato atje. Do thotë çfarë po bëjmë ne? Fiks, dhe do i thonë njëri tjetrit, "Ore, për çfarë kemi ardhur neve këtu? Pse po e bëjmë këtë gjë?" do thonë. Ua, sa e bukur kjo. Kështu, duke unë kështu e kam lexuar ato burimet e mia. Besoni, mos besoni, është e drejta juaj, si gjithmonë. Po pastaj? Edhe aty pastaj ky do zgjasë dorën, shohësh se gishtin kështu, do zgjasë dorën, nga gishti do dalë një rrezë. Mbreti. Ky kryeangjëlli. Engjëll, po. Merrni atë dhe bëni mbret, do thotë. Po? Edhe aty pastaj rreza do shkoj direkt te ky Johani. Johani ka emrin. Vap te ky këtu, gjithë do e shohin kështu këtë. Pse ta bëjmë mbret tani me ta thonë. Po aty do ketë do ketë ndërhyrje të fuqishme hyjnore, domethënë do jetë shumë bindëse që pse duhet ta bëjmë mbret këtë. Ky do vendoset në front pastaj. Aty brenda në Shën Sofi do vendoset. Edhe do ketë në krah 2 burra. Në burra në pamjen në syt ton, por nuk do jenë burra, do jenë nëngjëri, po do kem pamjen e 2 burrave, një djathtas, një majtas. Ata do i flasin te veshit këtë gjithmonë. Çfarë ton ata, ky do e zyrtarizoj, do e thot haptazi. Se të gjithë njerëzit, ata që do kenë mbetur, do i dalin përpara këtit. Si të dalin para? Do i bëjnë kështu gatitur të gjithë përpara këtit, do i dalin aty përpara. Edhe të gjithë ata që dalin përpara, edhe asketët që janë për shenjtorë që se ka dhe shenjtorë sot. Se po mos kishte do kishte marrë bota. Po lutet e tyre po e mbajnë botën sot. Do zbresin nga malet, nga shpellat, nga vrimet, kudo që gjenden, do dalin përpara këtit. Gjithë, edhe neve që do jemi të thjeshtë. Po e kalum këtë dallg, se kjo do jetë dallg zjarri. Kështu kanë thënë, bota dikur u përmbys me ujë, kësaj radhe do përmbyset me zjarr. Me të kundërtën. Që përkthehet raketat. Edhe do i dalin gjithë përpara këtit, edhe do i thonë gjithë këtë bëje arkitekt. Këtë bëje zdruktar, këtë bëje kështu, këtë bëje ashtu, këtë bëje ministër, këtë bëje kështu. Çfarë thon këta të 2 anash, do ja thot ky njerëz. Për sa do zgjasë kjo gjë? Që do t'i bëj, pra që do merren ato vendime. Ai do organizoj gjithë situatën. Kjo organizimi për sa kohë, sa do zgjasë, për sa orë do zgjasë ose ditë. Nuk e di sa do zgjasë kjo, që se ky do e ringri situatën. Bota do është goxha punë, prandaj po them. Shumë goxha punë. Se po mos kishte ndërhyrje hyjnore nuk do ndodhte ajo gjë. Po do ketë super ndërhyrje. Edhe do organizojnë situatën shumë shpejt. Nga ky kaos, nga këto rënoje që do kemi, do ndërtojë situata babap. Ti unë të falenderoj shumë për atë. Unë e di që ke dëshirën dhe qëllimi jot është shumë i pastër dhe është për të vlerësuar. Ashtu nisemi tani, se sa vend do gjetej të tjerët. Sot kena thënë gjëra shumë forta. Por që numër 1 sot. Jo, po në një dhe shumë e rëndësishme. Na ki shoku pak më këtë të Erdoganit, me vrasjen e Erdoganit, Zelenskit. Po. Edhe do shikoni që do të rrihet ambasada e Turqisë nga Greqia dhe ana sjelltas. Do hiqet ambasada, do shkëputën marrëdhëniet. Do të thënë ambasada që është turke që është në Greqi do ikë që andej dhe ambasada greke që është në Turqi do ikë që andej. Shkëputje marrëdhënie. Dhe do vi qeveria e re dhe do nxjerrin pistoletat të merren në parlament këta turqit. Kur të shikoni që do nxjerrin këto pistoletat në parlament atje, dijeni se edhe kjo është ajo shenja që do lidhet me ato tjera që thash. Është po afrojmë te gjërat e serioze, të luftës tretë. Do shikoni televizor këta. Për temat e tjera që kishim do t'i lëm për episodin tjetër tani. Po pra, kishim edhe pyetje shumë. Jo, po dyve mund t'ia themi dhe shkurt, për pagjumsinë duket se. Pagjumsinë po, kishim një pyetje, okay, le të ta themi këtë pra. Të pyes thot një koment, pagjumsia është si rrjedhoj e kuq. Meqense je informuar dhe nga ana teologjike, e mbështet edhe pyetjen e vet komentuesi. Po jo, ajo është domethënë kur keni mendime të shumta, të turbullta, të pasistemuara, bëni kujdes me mendimet njerëz. Mendimet kanë shumë fuqi. Mund edhe ta rregullojnë njeriu, mund edhe ta shkatërrojnë, po i besove, kanë vërtet fuqi. Kur jeni në gjumë, ju lën pa gjumë nga që ju vin kështu pa kontroll, baba njëra mas tjetrës.
përqendroni një diçka, përqendroni sikur po imagjinoni, po shikoni një ujvar ku dëgjon. Ose në një fjalë. Përsëritini vazhdimisht atë fjalën, ndaj qëndroni aty. Që të shman këtë furinë e mendimeve të shumta. Ajo do ju përqendrojë në një vend, edhe pa kuptuar do ju vi gjumi. Mos merrni ilaçe farmacie. Vjen fshesën e korrentit, siç ndodh me fëmijët për shembull që vjen fshesë korrenti, vjen nga telefoni ose tharse flokësh, zhurma të tilla doin që janë të përsëritshme. Po, që ti edhe si gjumi, këto janë praktika që i bëjnë edhe për fëmijët. Po jo ilaçe farmacie, këto gjëra që ndihmojnë gjëra për pargjumsinë, ju shkatërrojnë më keq. Tek ti jeni të bindur për këtë gjë. Ose po këto të natyrat janë disa video që kanë edhe cicërima zojsh. Po, që qetësojnë ato. Ujvara që bien. Ato tingujt, po natyrës. Edhe të janë mira besoj, kam përshtypjen. Po, shumë mira. Janë të dobishme për. Kto, është shumë e thjeshtë, domethënë, mos e është ngarkesë pra, është ngarkesë mendimesh. Po. Të pa kontrolluara që vijnë kështu furishëm njëra mas tjetrës, ti s'ke arritur të analizosh njërin dhe mendimin tjetër. Edhe ti pastaj hop merresh prapë me telefonin, thua do të vë gjumë telefoni, aty ngarkohesh edhe më shumë dhe vazhdon. Po. Me net tëra pa flit gjumë ose me orar të pakët gjumi. Këto zgjidhje që dham të shkurtra me sy mbyllur, jo me sy hapur me atë dritën e ekranit atje, sa ju bë më keq akoma pastaj. Kështu që i keni pa lek për momentin këto këshillat. Këshillat e thjeshta janë më rezultative. Mos i ndërlikoni këto, jo për ilaç. Mos i komplikoni veten, jo psikologu, jo ilaçe, jo gjëra të tilla. E keni në dorë zgjidhjen tuaj çdo kush. Edhe për kancerin, më duket se e ke pyetje atje, ta mbyllim këtë se kam. Po, kemi edhe pyetje për kancerin e vërtetë është. Se e kam kështu të shkurtër. Po, se Aleksi ndjek gjithë komentet, kështu që sillni sa më shumë pyetje, mendime, paqartësi që keni në jetën tuaj, pse jo dhe vlerësime që do na motivonin, do na shtonin më shumë atë dëshirën, jo se nuk e kemi, por do na përforcojnë akoma më shumë për ta vazhduar, ndoshta pse jo ta bëjmë 2 herë në javë, se duke parë që kemi shumë temë. Në shërbim popullit. Zgjidhje për kancerin thotë. Zgjidhje për kancerin nuk do imagjinoni do se sa e thjeshtë është. Çfarë thua? Është 2 fjalë. Si 2 fjalë, mos e. Po 2 fjalë. Do ta bëjmë emision vetë këtë, si zgjidhje për kancerin edhe. Jo, s'do duhet ta bëjmë emision vetë, këtë e zgjidhim deri në sekond. Janë 2 fjalë njerëz që shmang zhvillimin, zhvillimin dhe agravimin e kancerit. Bëni vetëm një gjë që përbohet nga 2 fjalë. Jini vetvetja. Si do të shëroni këtë. Shërohesh. Ka të bëjë shumë në psikologjinë, psikosintezën shpirtërore o fiziko të njeriut, të jesh vetvetja. Çfarë do thotë kjo? Jeti natyrshëm. Edhe në një lidhje që një marrëdhënie që do jesh me dikë, që ti të shëndetshme do të jesh vetvetja. Mos të hiqesh sikur je dikush tjetër. Kjo ndihmon që edhe organizmi të funksionojë natyrshëm. Edhe gjendja shpirtërore është stabil. Si shëron kancerin? Pa dalur nga vetja jote. Si shëron kancerin? Duke qenë i shëndetshëm mendërisht, shpirtërisht, fizikisht, që është me atë jini vetvetja, nuk i jep hapësirë, domethënë që të krijon anomali në trup. Një sekond, deri në moment X person nuk ka dieni që ose ti je informuar që është me kancer. Shkon bën një kontroll, një vizitë, i thonë që ke. Po, dhe shkon bombardohu me kimioterapi. Jo, çfarë do të bëj në momentin që merr vesh? Që i thonë. Zgjidhja është, ajo jeni vetvetja, ndryshe mund ta themi, të jeni në paqe me veten tuaj. E qartë e kuptoj, jam shumë dakord me këtë, dhe unë këtë e them dhe e stimuloj shumë të pjesë që thua ti, që se normalisht kjo momenti që kur e merr vesh njeriu aty tregohet i dobët, mbytet nga ajo dhe e përshpejton akoma më shpejt. Jo e përshpejton, ndoshta ai s'ka asnjë gjëje. Thjesht ka qenë një gabim ose ku di unë, edhe ja futi kancerin vetes, nëpërmjet kësaj gjës duke e ngarkuar veten me. Po e fillon me beson, pastaj beson, po. Po i tham, ka shenja të gjitha, ekzaminimet, gjërat të gjitha. Edhe sikur ta thot, kështu do e luftoni. Të jeni, domethënë, mos e lejoni. Është lehtë kjo të luftohet kjo gjë? Mos e lejoni të ndodhi ajo pjesa e panikut. Është lehtë luftohet kjo gjë? Ajo boja. Ajo nuk po them që është e lehtë ajo. Si i bi të luftosh me veten dhe lufta më e madhe e njeriu është luftoj me veten, ta dish. Ta dini. E kena thënë. Njeriu është domethënë armiku jon i madh, vetja jon, se ka prirje të gabuara shpeshherë. Edhe ato duhet ta mbledhim. E keni dëgjuar të shprehjen ku themi neve, mbledhë mendjen, mbledhë veten. Ajo është shumë e rëndësishme, jo mbledhë mendjen, mbledhë veten. Pra kjo është një ilaç, është një ilaç. Ajo është ilaçi më rezultativ. Të jeni vetvetja, mos u shtirni sikur një diçka tjetër për të rënë në sy ndryshe të tjerët. Vetvetja juaj është gjë më e bukur që mund të ekzistojë mbi ju. Vetvetja. Çdo gjë shkon në rregull, në harmoni.
Edhe nuk kam kështu pastaj çekulibrime në gjendën juaj shpirtërore dhe fizike. Tini sa më natyrshëm, kur ju jeni natyrshëm, çdo gjë është funksionon natyrshëm në gjithë ndërtimin tuaj si njeri. Be yourself. Miq, ju përshëndesim. Alex, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Sot e kena myt. A thos se kena myt, E kena myt. Tani uroj që edhe kësa radhë domethënë kemi dhënë disa përgjigje që vërtet do shërbejnë njerëzve. Edhe për më të mirën tek e fundit nisemi në këto podcaste që bëjmë këtu. Tani se sa do efekt do kenë, tjetër gjë. Le të vendosin njerëzit vet. Patjetër.